Shpesh herë kur dëgjoj fjalët e Ungjillit, më kujtohet një episod dhe tregoj vazhdimisht nga Ungjilli. Në Ungjillin e Shën Johanit tregohet që kur Krishti i mësonte popullin dhe nxënësit e tij, mësimi ju duk atyre shumë i ashpër. Dhe disa prej tyre u larguan. E Zoti i drejtohet edhe nxënësve dhe i thotë, nëse doni të ikni ju, largohuni. E Pietri përgjigjet e thotë, ku të shkojmë o Zot, ti ke fjalë jete. E sa herë dëgjojmë këtë fjalë të Ungjillit, le ta kujtojmë këtë episod, sepse vetëm në Ungjill ne realisht mund gjejmë fjalë jete. Në vende të tjera shpesh herë dëgjojnë fjalë të kota, fjalë që s'kan asnjë rëndësi për jetën tonë, ndërsa tek Ungjilli ne do dëgjojmë fjalë jete. Dhe fjalë jete në Ungjill nuk kupton vetëm për këtë jetë, po kupton fjalët që do jenë gjatë gjithë jetës në këtë botë dhe në botën tjetër. Vetëm tek Ungjilli mund të pihet ujë i pastër, e vetëm tek Ungjilli mund të shuhet etja. Në vende të tjera nuk është ujë i pastër, o burime që s'kan fare ujë, po duken sikur kanë, ose edhe kur kanë uji shpeshherë është i ndotur, prandaj dhe nuk i shuhet etja njerëzimit. Njerëzit të gjithë pa preshtim janë qenie që po kërkojnë diçka, po shpeshherë nuk e dinë se çfarë po kërkojnë. Edhe përgjigja që vjen nga fjalët e jetës të Ungjillit është ajo realisht se çfarë ata po kërkojnë. Le të shohim Ungjillin e sotëm. Tema kryesore është tema e dritës, kur Zoti shëron një njeri që kishte lindur i verbër. Po si në çdo mrekulli të Zotit, përqendrimi nuk është tek mrekullia, po është tek dinamika e ngjarjes. E dinamika e ngjarjes sot do të thotë shumë gjëra të rëndësishme për ne. Së pari, Zoti shikon një të verbër. Është Zoti që e kërkon atë, nuk po e kërkonte ai të verbrin. Dhe ai kishte lindur i verbër. Dhe nxënësit e tij i bëjnë një pyetje që ndoshta njerëzit shpeshherë e bëjnë edhe sot. Cil ka mëkatuar, thot, prindrit e tij apo ky që ka lindur kështu i verbër? E Zoti thot, as ky dhe as prindrit, thot, po që të shfaqet lavdia e Perëndis. Ndoshta nxënësit kishin dëgjuar kur shëroi të paralizuarin, dhe mbasi e shëroi Zoti thot, shko dhe mos mëkato më, që mos gjej diçka më e keqe. Që padyshim shumë gjëra që ndodhin tek ne, smundje ose fatkeqësira, mund vinë dhe nga mëkatet tona, por jo të gjitha vinë nga mëkatet personale. Njeriu është një qenie e rënë, gjë që do thotë që çdo njeri pa përjashtim është një qenie e rënë, nuk është njeriu që duhet ishte. Mëkati fillestar pikërisht këtë i bëri, që njeriu u smur, e çdo njeriu është i smur. E kjo trashëgohet brez pas brezi. Edhe nëse nuk kemi fajin personal të Adamit, kemi natyrën e rënë të tij. Prandaj dhe kaq shumë është përhapur e keqja kudo në botë, sepse njeriu është një qenie e rënë. E Zoti erdhi pikërisht për ta ngritur njeriu. Gjithë misteri i shpëtimit në Ungjill është pikërisht kjo gjë, që Zoti erdhi për të shëruar njeriu, e për ta restauruar përsëri natyrën e tij. E kjo është shumë e rëndësishme për gjithë secilin nga ne, që të kuptojmë që jemi të smur. E duke kuptuar që jemi të smur, do kërkojmë mjekimin, sepse njeriu kur mendon se është i drejtë, nuk e kërkon mjekimin. Shën një angojart e njerë duke predikuar në kishën e tij, i thot këto fjalë njerëzve. Nëse nga ju ndonjëri mendon se është i drejtë, le dali jashtë nga kisha. Nuk kam Ungjill për të drejtët. Gjë që do thotë që Ungjilli është një mjekim. E mjekimi është gjithmonë për të smurët. Shenjtorët ishin njerëzit që kuptuan që ishin smur, prandaj dhe e morën mjekimin. Shpeshherë nuk e marrim sepse nuk e kuptojmë që jemi të smur. Na duket se ku jemi të drejtë. Ja dëgjoni historitë që thohen gjithmonë kanë bërë mirë, thot, pse më ka ndodhur kjo gjë, gjithmonë fajin e kanë tjerët dhe ne jemi shumë të drejtë. Shenjtorët nuk e shikonin kështu, e shikonin realisht fajin tek vetja e tyre. Prandaj dhe smundjet që janë përhapur kudo dhe është një fatkeqësi shumë e madhe, vijnë pikërisht nga kjo gjë. Zoti erdhi për të shëruar sëmundjen tonë. Dhe jo vetëm thjesht një sëmundje fizike, po sëmundjen më të thellë, sëmundjen shpirtërore. Prandaj dhe shërimi i verbrit nuk ndalet vetëm tek i verbri për syt fizik, ai u shërua edhe shpirtërisht. A nëse do dëgjonit me kujdes Ungjillin, do shikonit dinamikën e ngjarjes. Mbasi ai u shërua, kur Zoti mori pak balt,
e përshtyu baltën e bërit but dhe ja vuri tek syt, dhe shkoi i tha shko dhe lau në pellgun e Siloamit, që hebraisht do thot i dërguarit. Ai shkoi, e besoi dhe hapi dhe pa syt. Dhe populli kur e pa këtë u habit. Farisejt akoma më shumë, jo të habitur, po dhe pak të shqetësuar se çfarë kishte ndodhur. Dhe e pyesin se çfarë ka ndodhur me këtë, si u shërua. E kur tregon ai se si u shërua, farisejt në vend që të gëzoheshin, e në vend që të lavdëronin Perëndin, i kapi çmira, sepse ata respektonin rregullat vetëm nga jashtë. Sabati ishte dita e shtunë, dita e pushimit, siç është për të krishterët e diela. Dhe ajo ditë duhet i kushtoi vazhdimisht vetëm Perëndis, dhe njerëzit nuk punonin. Po farisejt e kishin çuar këtë në ekstrem. Nuk do thonte Zoti, nuk thotë që mos të punohet, po ajo ditë i përkushtohet krejtësisht Perëndis. Prandaj edhe Krishti në debatet me farisejt e thot vazhdimisht këtë, që nuk janë njerëzit për sabatin, është sabati për njeriu. I gjë që do thotë që sabati kishte frymën për të shpëtuar njerëzit dhe jo për t'i detyruar për të vënë rregulla që s'kishin asnjë kuptim. Debati i Krishtit me farisejt është shumë i rëndësishëm dhe për jetën tonë sotme, por shpeshherë ne nuk e marrim seriozisht. E lexojmë përciptasi, shpeshherë se kuptojmë, ngaherë nuk e kushtojmë vëmendje. Ai debat është një debat shumë i rëndësishëm për jetën tonë shpirtërore, sepse Zoti donte që jeta jonë shpirtërore të ishte një jetë e vërtetë, nga një zemër e pastër. Dhe kur njerëzit përqendrohen vetëm tek elementet e jashtëm, është një krenari e madhe. Nuk është kuptuar thelbi i besimit. Nuk kuptohet që gjithë elementet e jashtëm janë mjetet, qëllimi është pastrimi i zemrës. E përmendim shpesh këtë sepse është e rëndësishme. Mësuesi i mirë, thot proverbi i vjetër, e përsërit veten. Shikoni sa herë përsërit Krishti veten në Ungjillin e Johanit, duke thënë doni njëri tjetrin. E përsërit vazhdimisht pikërisht për ta ngulur në mendjen tonë këtë gjë. Prandaj janë disa tema që ne i përsërisim vazhdimisht sepse janë të rëndësishme. Kalon një farkohe dhe i harrojmë. E Zoti na kujton e vazhdimisht nëpërmjet Ungjillit se kush duhet jetë jeta jonë shpirtërore. E farisejt, të nxitur nga çmira, në vend që të gëzoheshin, trishtohen. Ka shumë njerëz që ku ndodh diçka e mirë, ose ku lavdërohet një tjetër, në vend që të gëzohen e të falenderojnë Perëndin që pas ka njerëz të mirë, i kap çmira. Nëse dikush ka sukses, në vend që të gëzohen për suksesin e tij, i kap xhelozia dhe çmira, e do bëjnë çdo gjë që ta prishin atë gjë, do gjenë një tmet tek ai. Prandaj dhe farisejt, duke e pyetur këtë që u shërua, donin gjenin një tmet për të akuzuar Krishtin. Dhe dialogu ndërmjet këtij që u shërua dhe farisejve është shumë kuptim plot. Njeriu që u shërua ishte një njeri që kuptonte shumë. Ndoshta s'kishte parë, por në zemër e kishte ruajtur pastërtinë. Dhe ju thot dhe atyre që ai thot që më shëroi, më lyu syt me bartë, më thash shko lau dhe unë u shërova. Ato ngulmonin akoma më shumë për të gjetur një gabim. Dhe në këtë zhvillim ne shohim mirë natyrën njerëzore. Kur njerëzit realisht duan të gjejnë një gabim tek tjetri, mundohen me çdo kusht. Duhet të gjurmojnë çfarëdo gjë, të kapin edhe një fjalë fare të vogël për ta sulmuar, sepse mungon dashuria dhe mirëkuptimi. Në një mrekulli kaq të madhe, që nuk ishte dëgjuar asnjëherë, që njeri i lindur i verbër t'i kthehen përsëri syt, në vend që të gëzoheshin, ata gjithmonë zjenin nga brenda, nga çmira. Kur e lexojmë librin i kritikojnë farisejt. E të gjithë bin dakord që ata ishin sjell jo mirë, e se ishin njerëz të mirë. Dhe harrojmë që shpesh herë ne sillemi si ata. Sa herë ndoshta ne kur është lavdëruar në njëri nuk na ka ardhur mirë. Sa herë për shkakun që dikush ka pasur sukses, jemi nxitur nga xhelozia, nga çmira dhe kemi folur kundër atij. Tek tjetri mund të shikohet faji, po tek vetja nuk shikohet. Ai njeri që shikon fajet e tij, shkruan Shën Isak Seriani, është më i madh se ai që ngjall të vdekur. Sepse nëse do ngjallet një vdekur nga lutjet tona, nuk jemi ne, e bën Perëndia. Aftësia për të parë fajin tek ne është shumë e rëndësishme. E ky është hapi i parë i shpëtimit. Një njeri që dallon fajin e tij, mëkatet e tij, ka një hir të veçantë, sepse duhet kesh një hir nga Perëndia për të parë ato gjëra.
Duhet ndriçohesh nga brenda që të shohësh realisht se çfarë kemi brenda. Dhe dita e sotme pikërisht këtë na kujton që Zoti është ai që sjell dritën. Për sa jem në botë, thot në këtë ungjil, jam drita e botës. Çfarë do thot kjo gjë për ne? Sa kohë që e ruajmë fjalët e Zotit, zemra jonë mund ndriçohet, mendja jonë mund të thjellohet. Hiqet dritën e Krishtit nga njeri e jeta e tij kthehet në i ferr. Hiqet nga i popull dhe ai popull kthehet në një lukuni ujqish, të gjithë kundër të gjithëve. Është drita e Krishtit brenda që ndriçon njeriu. Dhe e kthen atë e bën jo njeri që ka urrëtie, po njeri që ka dashuri e dhëmshuri. Pak të dritë ne do jemi në errësirë. Prandaj dhe ungjilli i sotëm është një reflektim për gjithë secilin nga ne. Flitet për një shërim fizik dhe për një shërim shpirtëror, sepse ai që u shërua njohu edhe Zotin. Madje në debatin që bën me farisejt, ai ka përcen edhe diturinë e farisejve edhe i thot këto fjalë, kur ata e akuzuan që ai njeri thot që çëroi është mëkatar sepse ka thyer ligjin e sabatit të shtunës. Ai thot, nuk e di thot, është mëkatar apo jo, po di që Perëndia nuk i dëgjon mëkatarët. Dhe të zëmëruar, ata e përzun edhe atë. Ungjilli i sotëm na mëson rreth në kësaj gjëje, që drita nuk do pritet mirë nga të gjithë. Si thohet në fillimin e ungjillit të Johanit, drita erdhi në botë e ndriçoi, po errësira nuk e kuptoi. Errësira gjithmonë do e luftoi dritën. Sa herë që bëhet një vepër e mirë, njerëzit në vend që të gëzohen, po trishtohen, e mundohen që ta zhbëjnë atë vepër. Si thonte proverbi i vjetër në shkretir, bëj një të mirë dikujt, e ke fituar një armik. Sepse zemrat tona nuk janë të pastra. E kjo është një shenjë shumë e rëndësishme për gjithë secilin nga ne. A nëse do e kuptojmë që s'kemi zemër të pastër, do i lutemi Perëndisë që të na ndriçojë. E Zoti pikërisht për këtë gjë erdhi, për ndriçuar çdo njeri që jeton këtë botë. Është drita e Krishtit që mund ndriçojë çdo njeri. Dua ta përsëris këtë gjë. Hiqe këtë dritë edhe jeta jonë do kthehet në ferr. Njerëzit kundër njëri tjetrit, thashë theme, çmira, intriga, vjedhje, vrasje e gjithçka tjetër që dëgjojmë në botën e sotme. Nëse do jetë drita e Krishtit në zemrat tona, shumë gjëra do zbuten. Zemrat e tyre do zbuten, njerëzit do bëhen më të zemërdhëmshur, do jenë më mirë kuptues, e nëse njëri bën përsëri gabim, do mundohen që ta falin, ndërsa zemrat e ashpra janë gjithmonë të gërsuara. Ja ju keni dëgjuar, shpeshherë njerëzit vriten me një tjetrin pse mpe, ose pse më gërvishte makinën, po gjëra fare pa rëndësi, sepse është një egërsi brenda zemrës. E që të zbutet kjo egërsi, duhet drita e Krishtit. E fjalët e Krishtit janë dritë. Fjalët e Zotit gjithmonë janë një ndriçim, si thot psalmisti, fjalët e tua o Zot janë kandil në këmbët e mia. Gjë që do thot në udhëtimin tonë në këtë botë, ne do hasim vështirësi të mëdha, por nëse do kemi fjalët e Zotit, ato do na ndriçojnë. Problemi i sotëm është jo tek drita, por është tek ne, si e marrim ne atë dritë. Sepse shpeshherë njerëzit nuk e duan dritën. Është një thënie shumë e bukur, i atribuohet Platonit, po në fakt nga asnjë nga librat ekzistues Platonit nuk ndodhet kjo gjë, po kushdo që e ka thënë, i thot një thënie shumë të bukur e shumë kuptimplot. Thot këtë gjë. Është e kuptueshme dhe e falshme që fëmijët kanë frikë nga errësira. E këtë e dim gjithë në shpeshherë që sot fëmijët tremben nga errësira. Por tragjedia e vërtet ndodh kur të rriturit tremben nga drita. Dhe sot shpeshherë njerëzit tremben nga drita e Krishtit. Duke u futur ajo dritë brenda, i duket se kujt do i ndryshojë e do i prishi rutinën e tyre. Po pikërisht ajo dritë ka ardhur për ndryshuar, po jo për ndryshuar për të keq, po për ndryshuar për të mirë. Prandaj le të mundohemi të hapim zemrën tonë e ta pranojmë dritën e Krishtit. E drita e Krishtit do na ndriçojë edhe duke na ndriçuar do na bëjë më të mirë, më të butë e do na fusi në rrugën e shenjtërimit. Amin.